Territori shqiptar për datën 15 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të qëndrueshme duke sjellë mot kryesisht të vrenjtur në të gjithë vendin. Paraditja do të karakterizohet nga vranësira të dendura në shumicën e vendeve, ndërsa pasditja nuk pritet të sjellë ndryshime të dukshme të kushteve atmosferike. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 15 gradë Celsius në zonat jugore dhe bregdetare. Gjatë ditës priten shumë pak intervale me diell kryesisht në zonat e izoluara. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 15 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 15 janar do të jetë rreth orës 6:57, ndërsa perëndimi rreth orës 16:43 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 6 deri në 11 gradë Celsius. Kukës 5 deri në 8 gradë Celsius. Peshkopi 4 deri në 7 gradë Celsius. Tiranë 8 deri në 12 gradë Celsius. Durrës 7 deri në 13 gradë Celsius. Kavaj 6 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan 7 deri në 12 gradë Celsius. Berat 5 deri në 14 gradë Celsius. Korçë 0 deri në 6 gradë Celsius. Vlorë 9 deri në 15 gradë Celsius. Gjirokastër 5 deri në 10 gradë Celsius. Sarandë 8 deri në 13 gradë Celsius.